Zbardhen detajet e reja nga aksidenti tragjik i ndodhur në Durrës ku 57 vjeçari Nikol Radaçi përplasi për vdekje 2 të mitur, plagosi rënd një tjetër fëmijë dhe la të lënduar lehtë edhe 2 persona të rritur. Bëhet me dije se menjëherë pas përplasjes, drejtuesi i mjetit është larguar me vrap nga vendngjarja duke tentuar të shmangte përgjegjësinë. Ai është kapur vetëm pak minuta më vonë nga një patrull policie në një rrugë pranë zonës ku ndodhi aksidenti. Pas ndalimit 57 vjeçari ka deklaruar se u largua pasi ishte në gjendje shoku. 57 vjeçari Nikol Radaçi pas shoqërimit në komisariat është marrë në pyetje 2 herë pasi në momentin e parë ndodhej në gjendje të rënduar psikologjike dhe nën efektin e alkoolit. Gjatë dëshmisë, ai është shprehur i tronditur për ngjarjen duke thënë se nuk meritoj të jetoj, jam i tronditur, nuk mbaj mend asgjë, mora në qafë fëmijët dhe se isha në gjendje të dehur. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.